kur e kom marrë banesën, i kom blerë edhe 2 garazha, kur s'kom mujt me shfrytëzue. Dhe jemi duke e projektu ndërhyrjen, sepse është një ndërhyrje pak më e madhe. Shiu ditët e fundit ka nxjerr ujëra të zeza nëpër trotuarët në një pjesë të rruga B në Prishtinë. Me këtë problem, këta banor përballen që një kohë të gjatë, për shkak se rrjeti kanalizimit në këtë pjesë është i bllokuar dhe rreshtet e shiut po e përkeqësojnë gjendjen. Banorët e një kompleksi banesor në të cilën jetojnë rreth 200 familje të rruga B nuk po mund të shfrytëzojnë garazhet për shkak të mbledhjes së ujërave të zeza aty, nga bllokimi i rrjetit të kanalizimit. Çdo e kanë qenë një kanalizim e di, po nuk u morë halës u hjek ujet. Kam problem edhe atje poshtë me kanalizim të rrethit, kështu. I kom po para do ditës që janë të komunës diçka të këshyr, po shka të bo ma shumë s'pedim. Po kjo është, se nëse prej fillimit është kjo qështu. Verës terët ka pak, e dimnit vjen e mushët. Po kjo është problem, ko gjë i madhë nëse hen mrena në banesë, me herë e heton të një erë të mykut, shme thonë, në këtë ndërtesën ka hy era. Muna me ditu, ku më disë fra bakterje, është të rritës atë. Nëse, s'po ditë është një 10 vjetë i ka, nëse edhe 20 vjetë, nëse s'dërmerë diçka komuna, diçka, s'muj është kjo. Unë në fillim, kër e kom marrë banesën, i kom blerë edhe 2 garazha, me menim që kom banesën, unë vynë edhe 2 garazha. Kur s'kom mujt me shfrytëzue. Për shkak të gjendjes? Për shkak të gjithmonë ka qenë që është. Tash edhe u mush mbetërinë, u mush të nasenet, tash është edhe rrezik në smuj. Nga komuna e Prishtinës kanë thënë se intervenimet për rregullimin e këtij problemi kanë filluar që një kohë, por puseta kryesore në të cilën është identifikuar problemi ndodhet në një pronë private dhe punimet nuk janë lejuar nga pronari i saj. Në rrethin që komunikon ndërmjet rrugës B dhe rrugës C, ekziston një problem ku njëra ndër pusetat gjendet në pronë private dhe si duket ajo puset ka bllokim edhe derdhje të ujrave të zeza jashtë pusetës, jashtë rrjetit kanalizimit si rezultati i bllokimit. Ato kanë pas të bëjnë me atë ndërhyrjen, mirë po në ndërkohë ka ardhur deri te kjo situata ku pronari i pronës private ka kërkuar që të mos ndërhyhet në kuadër të pronës tij, edhe kemi qenë të detyruar ta ndërprejmë në atë vend dhe kjo është edhe arsyeja pse tash duhet ta ndërtojmë një segment të ri të këtij rrjeti, i cili kishte me përballu gjithë ato ujëra që vinë qofshin nga treshurat ose ujërat atmosferike, qoftë edhe ujërat e zeza që vinë nga ndërtesat që janë në këtë pjesë. Komuna e Prishtinës është duke e përgatitur projektin për ndërtimin e një segmenti të ri të kanalizimit në këtë rrugë, i cili sipas tyre do ta zgjidhë problemin e ujrave të zeza. Ne kemi qenë me ekipet tona, e kemi bërë një vlerësim të gjendjes dhe jemi duke e projektu ndërhyrjen, sepse është një ndërhyrje pak më e madhe, nuk është një ndërhyrje sa për të zavendësu një gyp në një puset, por duhet të bëhet një zavendësim i rrjetit prej pjesës së rrethit deri diku në 60-70 metra përgjatë rrugës B, që ta ketë edhe pjertësinë e rënjes pra rrjeti i kanalizimit. Prandaj kemi komunikuar me banorët, jemi duke projektu edhe sapo ta kemi projektin do të fillojnë edhe punimet për me eliminu këtë problem, sepse ndërhyrjet aktualisht në pusetën e cila bart probleme, pa mundëson për shkak që është pronë private puseta gjendet në pronë private.